sa po ja pasaportat, më shef pak çuditshëm zotëria, pra polici që ishte aty, dhe më bën një pyetje, a ke qenë ti në filan vend, pra në një vend në Greqi, në një nga qytetet? Kur? Dhe unë që më pyet nëse ke qenë ti, nëse ke jetuar. Më pyet, a ke jetuar ti në Qerqera? Po, Qerqera është vend aty, po. Po, dhe unë i them jo. Edhe një herë po të pyes thot. Jo, pra them s'kam jetuar kurrë në këtë vend. Okej, pas këtyre pyetjeve bëhet edhe një dikush tjetër që afrohet dhe bën dhënë të njëjtën pyetje dhe unë pak u acarova mund të them aty sepse po më kalonte ora dhe thash Po ky dikush tjetër kush që? Dikush po nga ata të policisë që bën një pyetje të tillë, po ashtu. Je sigurt që s'ke jetuar ndonjëherë në këtë U vend? prezantua si polic. Aty ishin në brenda zyrës, e ke parasysh diçka që po A më pse thotë. shkuat në zyrën vete? Jo, aty po më pyeste në këmbë atje, s'keni qenë ndonjëherë dhe Jo. me dikët diskutonte, jo i them s'kam qenë dhe unë acarohem pak. Mjaft me një njëjtën pyetje i them 1 milioner, nuk di kam ku kam jetuar. Për fat unë e dija greqishten, pra e njihja dëgju. Mirë, po aty nuk u vonuan shumë minuta dhe vetëm nuk e di sa ishin 7-8 minuta, vetëm kur gjenden 4 policë dhe më arrestojnë, vendosin prangat. Urdhra? Jo, ti... Berzylykët e argjend. Po për çfarë pun Aldo. prangat? Unë isha e dënuar fatikisht për 8 vite për diçka që jo më se kisha bërë, po as e kisha iden. Ishte bërë një gjyq në mungesë para disa vitesh. Dhe unë them ndonjëherë më kishin zënë pusin, po unë se dija që më kishin zënë pusin. Po gjyq për çfarë? Unë akuzohesha sikur kisha bërë një vepër penale në një karburant, sikur kisha hapur një karburant, diçka e tillë. Si, do të thonë kishe vjedhur karburant? Sikur kisha vjedhur një karburant. Do të thonë kishe shkuar ti me pistolet dhe kishe marrë lekët? Në mes të drekës, në orën 12 të drekës. Nëse kjo është një gjë që edhe pse do vi me një libër tjetër. Nëse po mos e thuaj nëse, një sekondë. Domethënë, ta thanë ty këtë, ti ke vjedhur karburant. Jo, në atë moment nuk më thanë asnjë gjë. Në atë moment vetëm thjesht më morën dhe do je shoqëruar nga ne, do të vish patjetër do të vim në rajonin e policisë sepse ka diçka, thotë që nuk shkon. Një sekondë. Po çuni? Me mua për dorë. Atë dëgjoj pak, unë sot e kam kaluar. Është një gjë Aldo, kur një ngjarje, sado e fortë të jetë, është kthyer në histori dhe mundet që ta tregoj veta e njëri, për mua është sukses. Sot unë qesh, jo e kuptoni shumë mirë sepse e kam kaluar. Jo, këtë s'po kuptoj. S'po e kupton. E kam kaluar, pra që do të thotë, nëse unë s'do ta kisha kaluar atë sot, s'do isha këtu me ty Aldo.